Konkrete me që jemi për secilin prej është. Një pretendim tjetër i ngritur të paktën nga Partia Demokratike, nga përfaqësuesit politik, është ai i shenjës në fletët e votimit, ku e njëjta shenjë thon të paktën përfaqësuesit është e njëjtë në çdo fletë, në seri fletësh votimit. Ju si vëzhgues e keni konstatuar këtë në qarqet saktuar? Ka pasur flet votimi të shumta në numër, të cilat kanë pasur një mënyrë të bërit të X-it. Ka qenë një vizë drejt dhe një grep. Tani më thoni, cili është probabiliteti që të jetë e njëjta shenjë, e njëjta kaligrafi, e njëjta shenjë, e njëjta mënyrë të bërit të X-it në fletën e votimit, në 50 flet votimi, në 60 flet votimi. Në rregull e kuptojmë në rastin e një familje që ka bërë kryefamiljari, për shembull 4 veta, 5 veta, 6 veta. Po 50 veta është do me thënë jashtë çdo logjike. Ka pasur raste tjera të bërit të X-it me zgaravin. Unë nuk di asnjëri që ta bëj X-in në atë mënyrë. Dhe raste të tjera të tilla që na bën të kuptojmë që këto janë sinjale të cilat votues të caktuar i kanë bërë nën presion për të thënë që ja votuan për ju. Dhe çuditërisht janë të gjitha për Partinë Socialiste. Këto mënyra të bërit të X-eve. Nga ana tjetër për Vlorën është e tha Aliza, është një batërdi, vërtet Vlora mund të quhet e majt, voton majt as e tjerë. Po ka pasur një farë përqindje për PS-n dhe për PD-n që janë ruajtur në përgjithësi. Tani këtu, jo vetëm që nuk janë ruajtur, po ka një diferencë të madhe mes rezultatit votës së diasporës, në Greqi dhe rezultatit të votimit brenda vendit në Vlorë. Në qoftë se Vlora është e 30% që po themi Partia Demokratike, këtu shkojmë 14% në rezultatet e Greqisë, zbresim edhe më tej. Do me thënë Partia Socialiste shkon në të gjitha kutitë e votimit, e kemi mes 86%, 88% konstante. Sërish, cili është probabiliteti që të jetë një gjë votimit, të cilat supozojnë të jenë random, pra të marra nga grumbulli i madh i votave që vinë nga diaspora dhe të vendosura në kuti. Është nga ana e probabilitetit statistikisht është e pamundur. Dhe këto vëren në Vlorë, vëren dhe në qarqe të tjera, Lezhë për shembull. Në Lezhë ka fituar Partia Demokratike në votimin brenda vendit. Ndërkohë në votimin në diasporë, në votat edhe në votat tjera, por në votimin në diasporë në përgjithësi në Lezhë fiton me 10% diferencë Partia Socialiste, ose ky është trendi të paktën. Tani, një pyetje kam unë për ata që na ndjekin. Janë larguar socialistët nga keqeverisja e Partisë Demokratike në këto 10 vite nga Lezhë, që kanë votuar në mënyrë masive? Se këtu janë të gjithë këto elemente që ne përmendëm, janë, do me thënë, jashtë çdo arsyetimi, jashtë çdo logjike që mund të qëndrojë, qoftë në trende, qoftë në mënyrën se si kanë votuar në vite qytetarët në qarqe të ndryshme, qoftë edhe për mënyrën se si kanë votuar brenda vendit me jashtë vendit qytetarët në këto. Ndaj problematikat janë të shumta dhe unë i bashkojmë ftesës së Alisës që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të gjithë vëzhguesët, numërusët, komisionerët do duhet t'i dokumentojnë këto parregullsi. Janë parregullsi jo të vogla, të cilat hedhin në erë gjithë procesin e votimit, sepse të marra së bashku bëjnë atë që ne quajmë masakër elektorale. Sikurse prapë t'i rikthehemi probabilitetit, e cila është një shkencë eksakte, në fakt nuk është pra një opinion, kemi pas kuti